Sebeb tjetër, hoq, për me përfitu zemrën e vllaut tant, pamja jote e jashtme tjetë e mirë, veshmbathja jote tjetë e mirë, t'jesh i krem, t'jesh i parfimost. Kur dosh me pas ndikim të dikush, në shpesh herë marr mi lakmita ata shka janë të fliqur në zemër, api për jashtë duken të pastër. Edhe pse ata innamal mushrikuna najis, i dhujtarët janë të papastër edhe në fe, edhe në haje, edhe në pije, edhe në sen. Muslimani duhet më koni pastër edhe në iman, edhe në gjumë, edhe në mendim, edhe në zemër. Muslimani duhet më koni edhe çka? I pastër edhe me tesha, jo i zhallavit, jo i papastër. E muslimani duhet më koni ërnek, edhe në xhami kur t'jen, po edhe te vllau i vet kur të shkon, më koni ërnek. Mi ardh era mirë, më koni parfimost, më koni veshmbathur mirë, për me pas se ndikimin në mërënësien e zemrës tonë ndikon nëpërmjet synit, kur ta pash mirë edhe jeshëm, mashallah, u ka një hoxh, ka hetë shumë pedant shkup para 40 vjetëve. Shkupi ka pas 100 kusur me qindra hoxhallar. Një është përmen historinë e qëtij shkupit që 100 vjetë. E dini për kanë e kam fjallën. Pse? Pedantllëk i ti në teshat e kurosta, Hafiz Idris Efendi, çalma, gjybja, parfumi i ti, e hecmja ti, pedantllëk i ti, u kanë davet në veti, u kanë shigjet e cila i ka prek shumë zemrat muslimanëve që në dhe pas vdekjes e përmeni. Allah në xhennet inshallah gaqë. E ti o musliman, atër banu shkak për përfitimin e zemrës tënde, zemrës vllaut tënd. Me çka? Me pamjen e jashtme. Inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Allahi është i bukur dhe e don të bukurën. Allahi është i bukur. Allahi na ka porosit më kon të pastër. Islami i pastër, teshat e pastërta, ushimin e pastër, zemrën e pastër dhe gjuhën e pastër. Me këtë pastërti, edhe me veshmbathje dhe pamjen e jashtme, ti ndikon te zemra e vllaut dhe e përfiton zemrën e vllaut tënd.